Si e pas ka zësuar tjetër? Në çdo rast, mosën që ata e vazhdojnë nga burgu, po jemi në rastin që ti si ke kapur akoma. Pra, ti nuk i ke kapur akoma. Dhe që të godasësh organizata apo klanet të këtij niveli, duhet një strategji tjetër, jo kjo që përdorim ne. Është më mirë, është ajo që bën italianët, që të lë ta marrësh një ngarkesaj, të dytën, të tretën, sepse ai do të dokumentoj dhe do të zbuloj ku është zona filla dhe ku është përfundimi. Kurse ne sa gjejmë atë shkojmë e kapim me vrap. Jo, lëri ta bëjnë të parën, të dytën, të tretën, kompletohej gjithë organizatën në mënyrë që kur ta godasësh, mos lëshosh 32 urdhër arresti, por të arrestosh 32 veta. Është dallimi shumë i madh mes 32 urdhër arresti të lëshuara dhe 32 arrestimeve. A janë patjetër, a janë goditur paraja? Që ata nuk janë goditur. Dhe aktiviteti? Së pari njëherë nuk është evidentuar, me sa shoh unë deri tani, i gjithë aktiviteti e tyre. Ata se kanë të qartë deri ku shtret aktiviteti e tyre. Më tepër shoh informacione që dalin nga burimet e hapura, nga media, që ne i shikojmë që ta kanë funksionuar si kompanitë legale, dhe s'kan pas një, por kanë një seri kompanish, dhe kanë marrë konform legjislacionit në fuqi, në mbështetjen e autoriteteve, pra për leja për hotel është dhënë nga kryeministri. Si e kanë marrë ata? A kanë punuar ata? Po kanë punuar. A kanë patur kompani që kanë ushtruar aktivitet? Po kanë patur. Tani problemi është ende nuk i kemi parë. Deri tani janë zbuluar ato që i kanë direkt në emrat e vet. Është bllokuar lokali që kanë pasur në emrat e vet, është restoranti që ka qenë në emrat e vet, tek këto është shkuar. Pra, por gama e tyre është shumë e gjerë. Dhe ti, prandaj them që ose duhet të kishe bërë arrestimet që kur ta sollën italianët, pra që në 21 shkurt, ose duhet i lije, me qenë se ti nuk ndërhyre në fushat, dhe ata ishin prezent, duhet i lije edhe pak që të kompletoje pikërisht të gjë. Ti godisje në mënyrë asgjësuese. Pra që të jep vërtet një goditje të madhe. Sigurisht kjo që ndodhi u ka hapur probleme. Pse? Së pari ortakët trembën.